Dje bën krahasimin e arsimit dikur dhe sot, ku punëtorët e arsimit sot I cilëson sikur Dembela. Se mas pari ma as nuk ka mësimdhënie si ka hije, as mësimdhënie. Pse? Punëtorët e arsimit janë Dembela, janë përtaca. Nxënësat janë që orientu me ka krejt. Du me ja thonë vetëm një shembull. A herë t'i gabi. Mesin e vogël në klasë të parë. E se isha në shkollë, se atër po ta dalë pensiones. Shkojsha me ta, isha në bërë shkollës, pak në zonëza, pak. Hinë në shkollë mrena, të lovi, lurim, hinë, del, për plasë dyrt. Shkojni me jo, a jeni në zonëza, shkojni. Po, anë I pse? I pa respekt. Se isha aty në arsimtarve. Shkallë kjo po. Janë që orientu. Apo mendojmë që në asha aspekt nuk janë të ndiku para shumë këtë aspekt? Jo, dhe s'kanë faj prindës. S'janë të mujtë me më kur gjo. Tepër. Qysh mendojmë që I dashku me kanë mirë ose me përmisu këtë? Me komuniku më uzë për strashe, si thunë. Me komuniku me fëmi. Fëmija me pas mësimin numër 1, disiplinën numër 2. Besa ka edhe disiplinën numër 1, mësimin numër 2. Leka më tutje tregon se edhe pse në atë kohë ka pasur varfëri të skajshme, respekti nuk ka munguar asnjëherë. Koha të hershme, varfënia po, po dashnia, respekti, I ndërsjell, ka qenë në kulminacion. Tash, varfëni s'ka, ka pasoni bodhë, po s'ka respekt, s'ka lezet, s'ka, qësh më thonë, jo më të knaqë. Po më do këtë e kanë arru, se shka kena vujt, na si s'kena, nuk e kena pas pushkën kra, e lemu ata se e kanë pas pushkën kra. Janë orientu veç, mas luksit vetë, mas do gjonave që nuk I përket kombit shqiptar. Gjuna është. Edhe është gjuna më shkel një gjakun aty nëse kanë dhanë jetën për këtë liri dhe për këtë vend. Shumë të në rasteve po. Pse? Ka familje tash na, të na kemi edhe të zhdukun, të vrame. Familje të unë s'kena pas as të zhdukun edhe as të vrame. Po, janë të vujt njerëz. E më dhimen.